duket sikur jemi më të lidhur, në të vërtetë kjo është një slot machine e vazhdueshme, e cila të jep doza të vogla dopamine. Dopamina është ky hormoni që na bën të ndihemi të lumtur në një çast. Këto dozat e vogla të dopaminës, të cilat jepen sa herë që ne scrollojmë dhe sa herë që na del një histori apo një reels apo një diçka që na pëlqen aty për aty, rrisin nivelin e pandjeshmërisë së trurit të njerëzit. Në këtë mënyrë rritet varësia dhe truri kërkon gjithmonë më shumë, sepse bëhet gjithmonë më i pandjeshëm. Kjo rritje e pandjeshmërisë na çon në paaftësi për të kërkuar dhe për të ndjerë dopaminën afatgjat. Çfarë është dopamina afatgjat? Unë punoj sot, punoj nesër, punoj për një javë dhe mbas një jave apo 2 javësh kam një sukses në jetë. Efekti më tradicional i historisë njerëzimit. Unë sforcohem, punoj dhe pastaj marr një shpërblim të caktuar. Ky lloj mekanizmi ka filluar të prishet, të çrregullohet. Dhe kjo gjë sjell një izolim natyrshëm, sepse tashmë nuk jemi duke vepruar në këtë shoqëri që i bindej këtyre rregullave, jemi duke vepruar dhe duke jetuar në një tjetër shoqëri. Kjo shoqëria tjetër na jep dopaminën falas. Mjafton që të rrim aty. Mjafton që të shohim. Kjo sjell izolim, sepse nuk jemi më duke luajtur me lojën e vjetër, jemi duke luajtur një tjetër lojë. Dhe qëllimi i kësaj lojës nuk është që në vërtet na bëj të lumtur. Qëllimi i kësaj lojës është që të na mbajë aty, kaq.